Jemi rikthyer dhe do të nisim pjesën tjetër të këtij edicioni, do të kalojmë pak tek zhvillimet në gjeopolitik, pasi sulmi i fundit e rebelëve Houthi ndaj objektivave saudite ka rikthyer tensionet në lindjen e mesme dhe ka ngritur shqetësimet për përshkallëzimin e konfliktit në rajon, sulmet që sipas raportimeve kanë përfshirë dronë dhe raketa ndaj infrastrukturës energjetike dhe anijeve saudite në detin e Kuq, po konsiderohen si një zhvillim me pasoja të mundshme për sigurinë rajonale dhe tregjet globale të naftës. Për të diskutuar mbi këtë çështje në një lidhje të drejtë për drejtë kam ish generalin Det Prenga. Zotri Prenga, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fillimisht, si është parë ky sulm dhe sa do të indikojë zhvillimet më tej në lindjen e mesme? Rajoni lindjes së mesme, për fatin e zonës, por edhe të pjesës tjetër të botës, ka qenë është dhe do të mbetet një nga pikat më të dobta të mundshme për sa i përket rujtjes, paqes, sigurisë në atë rajon dhe ndikimeve të pashmangshme në të gjithë globin. Në këto kushte edhe organizata si mund të themi radikale islamike në Yemen, që nga momenti i krijimit të saj dhe gjithë aktivitetin e saj, me radikalizimin e qëndrimeve të saj dhe me përhapjen në përgjithësi në Yemen, ka shfrytzuar momente dhe her pas here, sidomos në detin e Kuq dhe me Arabinë Saudite kanë qenë në konflikte të her pas hershme. Edhe në këto momente, kur në një farë mënyrë pas 13 netësh bombardimesh nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Iran dhe reagimet e kundër reagimet e Iranit, është hapur në një farë mënyrë edhe një vatër tjetër që indikon komplet situatës dhe zhvillimeve të situatës në atë lindjen e mesme, përveç ngushtisë së Hormuzit, ashtu edhe për detin e Kuq. Kjo ka që kritike për sa kohë këta radikalet nuk veprojnë, si mund të themi, në drejtimin e dikujt. Ata marrin dhe mbështeten kryesisht nga regjimi iranian, pa përjashtuar këtu edhe pjesën ruse apo kineze, do të thosha me interferimet e tyre, për sa i përket teknikës dhe teknologjisë dhe ndihmës që u japin nëpërmjet, si mund të themi, deri dhe inteligjencës artificiale për përcaktuar objektiva që do të goditen e do të godacen ata në pjesën e Arabisë Saudite. Është dhe përbën një pikë nevralgjike dhe shumë të rrezikshme në shërbim jo të paqes dhe sigurisë e uljes në tavolinë e bisedimeve dhe gjetjes së gjuhës së mirëkuptimit dhe të nënshkrimit të një marrëveshje paqe mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, edhe kjo përbën një problem të jashtëzakonshëm, shumë shqetësues për rajonin, edhe me gjërë siç ju e theksuat, edhe në insertin hyrës, për sa i përket ndikimeve në aspektin ekonomik, pasi është një sasi relativisht jo e vogël që transportohet edhe nëpërmjet detit të Kuq dhe ngushtisës, ku ata në pjesën veri perëndimore, se pjesën perëndimore ku kanë edhe aktivitetin më të intensifikuar. Po, pikërisht për këtë, general, po thoja se sa serioze është një sulm i tillë, duke qenë se po preken korridoret ndoshta më të rëndësishme detare në botë. Unë mendoj se janë shumë serioze dhe pjesa diplomatike në përgjithësi përfshi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vendet e lindjes së mesme, nuk është se e kanë kaluar në heshtë dhe nuk e kanë marrë si një kërcënim dhe një rrezik i shtuar gjatë zhvillimit të situatave të paparashikuara, pasi edhe ata vetë janë të paparashikueshëm dhe në një farë mënyre janë jashtë kontrollit, si mund të themi, në aspektin diplomatik e politik. Dhe ata kërkojnë në momenti i krijimit dhe në vazhdimsi, ata kanë ndikuar dhe drejt për së drejtën në luftën civile që u zhvillu në 2014 në Yemen, që nga ai moment ata kanë vazhduar të zgjerohen, edhe për fat të keq falë edhe mbështetjes që i është dhënë e fuqishme nga regjimi iranian. Dhe këta kanë qenë në një farë mënyre bashkë me Hezbollah dhe Hamasin kanë qenë proksit kryesor, dora e shtrirë dhe zgjatur e veprimit të regjimit të Iranit për të destabilizuar rajonin dhe për të ndikuar në favorin e tyre. Fatkeqësisht nuk është shumë në favorin as të atyre, as të zhvillimeve, si mund të themi, të situatave në lindjen e mesme. Përfshi ngushtisën e Hormuzit, përfshi edhe detin e Kuq, ku pjesa më e madhe e vendeve që janë aty
kanë të ardhurat e jashtëzakonshme për sa i përket tregtisë së naftës dhe në produkteve të saj, por njëkohësisht kanë ndikim të madh edhe në arenën globale, sidomos në lëvizjen dhe luhatjen e çmimeve, duke filluar nga bursat që janë shumë shpejt të ndjeshme e për të përfunduar pastaj deri tek ndikimi drejt për drejt i xhepave të qytetarëve në rritjen e çmimeve dhe ndikimin e shtimit të çmimit në mënyrë të harpasershme. Për këtë jam i bindur dhe do të ketë masa relativisht shtrënguese, do thosha, për të kundërvepruar, sidomos nga Arabia Saudite, e unë nuk do të përjashtoja as mënyrën e reagimit në mënyrë të drejt për drejt apo të tërthor edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është momenti i dur për të vepruar kundra kësaj organizate islamike terroriste që do të vazhdoj, ka qenë është dhe do të vazhdoj të mbetet nëse nuk goditet, do të vazhdoj të mbetet jashtëzakonisht problematike në rajonin e kryesisht në detin e Kuq për të siguruar një transport të qetë të pakërsnueshëm për sa i përket gjithë zhvillimeve edhe për vendet e tjera në të cilat ata kanë pjesën lindore të detit të Kuq, por pjesa tjera është Arabia Saudite dhe janë shumë vende të përfshira dhe që përbëjnë një pikë kyçe e me ndikim të jashtëzakonshëm jo vetëm në linjën e mesme, por siç edhe ju e theksuat edhe në aren ose në nivel global për sa i përket lëvizjes së luhatjes së çmimeve dhe transportit që sigurohet në për këto dy rrugkalime të rëndësishme ku kalon më shumë se sa 20% e të gjitha produkteve të naftës dhe gazit që lëvizje çarkullon në të gjithë botën. Përmende përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sa ka gjasa që të përfshihen edhe vendet të tjera dhe a çon kjo pastaj në një përshkallëzim më tutje, ndoshta në ditët në vijim? Do thosha që këto të dy vende janë tashmë të bjefjala Arabia Saudite që nga momenti i krijimit të kësaj struktura apo organizate kriminale me Arabin Saudite ka patur gjithmonë përplasje, atë her pas hershme kanë sulmuar ose në një farë mënyrë banditeske, ata kanë goditur anijet e transportit, her pas here ka patur ndërhyrje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta zgjezuar anijet e tyre pirate që kanë bllokuar edhe kanë vështirësuar qarkullimin në detin e Kuq. Por tashmë me pajisje, me mbështetjen e Iranit dhe jo vetëm të Iranit, do thosha me raketat balistike, me dronë dhe kapacitetet e shtuara të tyre, ata përbëjnë rrezik jo vetëm për Arabinë Saudite. Kështu që mendoj se të vendet e tjera, pavarësisht marrëdhënieve që kanë patur, nuk besoj se do të ndikohen në mënyrë drejt të indirekte, por nuk do të kenë përfshirje përjashtuar Arabisë Saudite, mendoj unë, dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që është tepër e vështirë për përcaktuar rolin dhe përgjegjësinë që do të marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të reaguar në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthor në mbështetje të aseteve të veta që ka të vendosur si në Arabinë Saudite ashtu edhe në vendet e tjera të lindjes së mesme, kur përban një problem jashtëzakonisht të madh për sa i përket konfliktit dhe përshkallëzimit dhe mundësisë për të përhapur e zgjeruar edhe më tej që do të përbënte një kërcënim të madh dhe një situatë të paparashikuar, gjë e cila mund të çonte edhe daljen e saj jashtë kontrollit, sidomos për lindjen e mesme, dhe detyrimisht që kjo nuk do të linte pa ndikim edhe situatën globale dhe në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe reputacionin e saj. Dhe a mund të presim ndoshta gjatë këtyre ditëve dhe pas këtij sulmi sigurisht ngritje të çmimit të naftës, duke qenë se pas këtij sulmi edhe në detin e Kuq në ngushticën tek Arabia Saudite, por edhe tek ngushtica e Hormuzit ka rënë ndjeshëm trafiku. Është krejt normale dhe e pritshme që çmimet të kenë luhatje përsëri në ngjitje, për sa kohë kërkesa me ofertën nuk përputhen. Pra, ato cilat kanë nënshkruar marrëveshje për të siguruar transportin, ju mungon kjo sasi nafte, gaz dhe produkteve të tjera që janë të lidhura pastaj në mënyrë të pasgjithshme dhe në formën e një zinxhiri, gjithçka tjetër detyrimisht që do të çojë menjëherë edhe në vazhdimin e rritjes së çmimit. Le të shpresojmë e të besojmë disi tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi pas 13 netësh goditje e kanë ndërprer për momentin apo ka urdhëruar presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës të ndërpritet goditja dhe kjo ndërprerje e goditje tregon që Amerika po kërkon t'i lejë një hapësirë regjimit dhe përfaqësuesve të Iranit
në tavolinën e bisedimeve për të realizuar negociatat dhe për të bërë të mundur që ajo marrëveshje e cila nënshkruhet me datën 17 qershor, pra memorandumi i mirëkuptimit, të mund me 15 pika të ul palët në tavolinë dhe të ulën grupet e ekspertëve për të bërë të mundur detajimin dhe, si mund të themi, finalizimin në një marrëveshje paqe mes Shtetit Bashkuar të Amerikës, Izraelit dhe Iranit, por Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, dhe pas saj jam i bindur që të gjitha palët e tjera do të gjejnë një mirëkuptim për të patur një paqe, marrëveshje paqe, qoftë kjo edhe e përkohshme. Gjithsesi, pa deshur të përhapim as panik, as frikë, çmimet tashmë jemi mësuar, dihet që sapo të mbyllet ngushtica e Hormuzit, aty çmimet dhe bursat, që gjithçka sot është digjitale dhe në sekondë apo në njësinë e kohës më të shkurtër të mundur, ndihet pasojat, ndihet dikimi, ndihet rritja e çmimeve, lëvizin bursat dhe lëviz gjithçka që është e lidhur me atë pjesë ekzistenciale, do thosha, të vendeve dhe të shoqërive, cilat do qofshin dhe kudo që ato janë, për sa i përket ndikimit ekonomik të drejt për drejt. Dhe cilët janë ndoshta skenarët më të mundshëm për zhvillimet në lindjen e mesme, pas edhe deklaratave nga ana e SBA se mund të ketë një raund tjetër të bisedimeve për një marrëveshje të mundshme me Iranin? Skenarët janë të ndryshme, po unë duhet të besoj atë që pas ndërprerjes së goditjeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Iran, them që kanalet e komunikimit në aspektin diplomatik të negociatave me ndërmjetësim, siç ka qenë Omani, Katari, Pakistani, Turqia, kam bindjen që ato kanë punuar në mënyrë të vazhdueshme dhe të pandërprerë dhe do të vazhdojnë të japin kontributin e tyre për të ulur palët në negociata dhe për të ulur palët ekspertët sidomos dhe për ta bërë përsëri të veshme marrëveshjen apo memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar me datën 17 qershor. Dihet që janë relativisht të vështira, por jo të pamundura mendoj unë, dhe duhet ta shohin këtë me kujdes edhe regjimi, edhe për Amerikës janë afruar, do thosha, të gjitha mundësitë dhe opsionet që ata ta kuptojnë, që është në dëmin e tyre dhe të rajonit në veçanti e nuk mund të shkojë, si mund të themi, pafundësisht kjo situatë, sepse përkeqëson në mënyrë të pakthyeshme edhe situatën ekonomike dhe situatën në tërësi të vetë popullsisë në Iran. E qartë, general, falenderoj shumë që ishe sot në këtë lidhje të drejt për drejt. Faleminderit juve. Ndërkaq që nga këtu shkëputemi